Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Line. Në këtë episod do diskutojmë diçka të rëndësishme: edukimi i fëmijëve, rritja e shëndetshme e fëmijëve. Ka një kopësht unik, jo vetëm në Durrës, por në të gjithë Shqipërinë. Dhe sot kemi nderin të kemi ftuar administratorën e kopshtit Mollakuqe, zonjën Anita Huqi. Faleminderit që jeni flasim hapur, zonjën Huqi. Faleminderit për ftesën, zotë Bledar. Kopshti Mollakuqe. Enisa është unik jo për Durrësin, por për gjithë Shqipërinë. Mund na thoni diçka, ju lutem? Patjetër. Jam krenare që është një risi, jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë. Është i frymëzuar nga pedagogjia Waldorf, që është një pedagogji e mirënjohur në të gjithë botën, prej më shumë se 100 vjetësh, dhe faktikisht kam qenë e çuditur kur herën e parë jam njohur me këtë pedagogji që nuk ishte në Shqipëri. Dhe ishte një surprizë për mua kjo gjë. Unë jam njohur me pedagogjinë sepse po kërkoja një kopësht për djalin tim të vogël, po kërkoja një kopësht ndryshe faktikisht dhe nuk po e gjeja, dhe rastësisht në internet pas pedagogjinë Waldorf. Dhe e bukra është që unë kam studiuar librat të filozofit që ka themeluar dhe nuk e njeh as unë vetë si pedagogji. Dhe nga kjo nisi gjithçka, domethënë, për këtë kopësht. Pra, nga një kërkim kopshti për djalin tuaj, sot jeni administratore e kopshtit Mollakuqe. Dy fjalë, si funksionon? Pra, kemi shumë prindër të interesuar, sepse ka prindër gjithmonë dhe ka fëmijë gjithmonë, cilët duan të investojnë tek rritja e shëndetshme, e gjithanshme e fëmijëve të tyre. Çfarë ofron kopshti Mollakuqe? Pse është kaq unike? Atëherë, ajo çfarë më ka pëlqyer gjithmonë, të mos kur jam njohur me këtë pedagogji, është se respekton fazat natyrore të fëmijës, që do të thotë që fëmija 0-7 vjeç mëson me imitim dhe nuk duhet ta mbingarkojmë me shumë informacione, duhet i krijojmë një ambient shumë të qetë, shumë unik dhe mundësisht të lidhur me natyrën, sepse natyra është mësuesi më i mirë për fëmijët, por jo vetëm. Nga ana tjetër, është unik për pjesën që sjell jo vetëm një metodologji, po është një mënyrë jetese që ne me bashkë me fëmijët bëjmë aty brenda. Në këtë moshë, siç po thoja, fëmijët janë i gjithë një organ sensor. Dhe ne duhet të kujdesemi çfarë sjellim për ato brenda në klasë dhe jo vetëm. Ato mësojnë nëpërmjet imitimit. Ndaj, ne që jemi prezent aty, duhet të jemi sa më të denjë për to, për të imituar. Pra përzgjedhja gjithashtu e edukatorëve është shumë e rëndësishme dhe është një sfidë më vete për neve. Materialet që janë aty brenda janë unike sepse janë të gjitha natyrale. Në momentin që ato prekin një gjë të vërtet. Janë lodra druri, janë lodra prej leshi mundësisht i lyer me lule natyrale, domethënë çdo gjë shumë e vërtet, le të themi, dhe ato me atë të hapurën e tyre prekin gjëra që i lejnë të hapur, domethënë nuk i ngurtësojnë, nuk i mbyllin, dhe ato mësojnë në këtë mënyrë. Na shpjegoni një rutinë ditore të fëmijëve në kopshtin Mollakuqe, për të kuptuar më mirë se çfarë ndodh aty dhe për të bërë dallimin me kopshte standarde anë mban Durrësit dhe Shqipërisë. Po thashim që në vende të tjera fëmijët janë goxha të mbistimuluar me shumë si nga lodrat, si nga aktivitetet. Tek neve vinë në mëngjes, si sjellin prindrit, futen në klasë, zakonisht ne lëm diçka për të bërë me to, për të pastruar tavolinat, për të rregulluar karriget, sepse kanë shumë dëshirë që të pastrojnë dhe të rregullojnë. Kanë dëshirë fëmijët e ju? Kanë shumë dëshirë. Për pastruar dhe për bërë punët e shtëpisë? Madje na pyesin se çka kemi për të bërë tani, se na shohin dhe neve, dhe ne jemi të angazhuar, se ne kemi të krijuar ambientin si një shtëpi të madhe, dhe ne vetë si mënyrë për të edukuar bëjmë për to punë.
bëjmë gatime aty brenda. Dhe fëmijëve u pëlqen kjo gjë. Bëjnë punën e shtëpisë, pastrim, rregullim. Lajnë enët. Thajnë enët me Prindit si reagojnë ndaj kësaj gjëje? Dallohet pra ky impakt në shtëpi pra? Patjetër. Shkojnë në shtëpi dhe është e njëjta dëshirë. Plus që ne punojmë shumë me familjet që të kenë të njëjtën rutinë që kemi ne në kopësht, ta vazhdojnë edhe ato në sepse kjo është gjëja më e mrekullueshme për një prind që shikoj fëmijën atë moshë që kontribon në punën e shtëpisë dhe është angazhuar. Unë do ta kisha dashur për fëmijët e mi, me thënë të drejtën. Se është një vështirësi e madhe që ti fusësh në rregullin e të përditshme. Përmendet që edhe gatuajnë? Po, atëherë po tregojmë një ditë tipike. Do ndalim në çdo hallk të programit ditor. Mbasi na ndihmojnë pak, shkojnë tek zona e lojës, ku loja është gjithmonë një lojë e lirë. Më pas vjen aktiviteti ditor, ne zakonisht e kemi të strukturuar me orare të mirë përcaktuara. Pra bëjmë çdo ditë të njëjtën gjë ose aktivitetet janë të ndryshme në të njëjtën orë, sepse kjo fëmijëve u jep siguri. Fëmijët nuk e kanë sensin e kohës. Siguri dhe disiplinë. Dhe disiplinë patjetër. Nuk e kanë sensin e kohës dhe nuk e kanë dhe ne nuk duam t'ia përdorim tepër intelektin, sepse janë forca që ato po përdorin për të zhvilluar trupin e tyre, ndaj i drejtojmë duke bërë gjëra, jo duke i folur, domethënë me shembull, sidomos në atë moshë. I edukoni përmes shembujve. Patjetër, përmes shembujve dhe duke bërë gjëra praktike. Pra, momentin e aktivitetit ne kemi që është piktura me akuarel. Piktura edhe ajo është një moment krijues shumë i rëndësishëm për to. Është bërja e bukës, bëjmë bukën gjithë së bashku dhe edhe e hajmë bukën. Pra konsumoni të njëjtën bukë që gatuani? Patjetër. Ideja është që ato të shohin të bëjnë gjëra të dobishme. Konkrete. Se sidomos në atë moshë ato. U pëlqen ky aspekt? Patjetër. Bërja e bukës? U pëlqen jashtë masa. Presim perimet. Dhe ka një arsye pse ti hajnë ato perime. Mundësisht, ne kemi bërë dhe kopshtin jashtë, edhe kemi ciklin e mbyllur nga mbjellja e perimeve, në rritjen, marrjen e zarzavateve, prerjen e zarzavateve edhe ushqyerjen me të njëjta zarzavate. Pra është edhe cikli i mbjelljes, kultivimit dhe pastaj gatimit të edhe ato ka një arsye shumë të rëndësishme që të... Kjo është kopshtin e kopshtit tuaj. Kjo është kopshtit tonë. Sepse gjatë kohës ato kujdesen dhe për t'i ujitur zarzavatet. Përpiqemi që të mësojmë gjëra të dobishme. Okej, fëmijët duhet të bëjnë diçka, por duhet të bëjnë gjëra të dobishme. Një nga gjërat e tjera, mbasi mbaron pjesa e lojës brenda, ato shkojnë në lojën e lirë. Loja e lirë në atë moshë është shumë rëndësishme sepse ato krijojnë nga qenia e tyre, me imagjinat, krijohet imagjinata dhe zhvillojnë anën sociale me njëri tjetrin. Mësojnë se si të komunikojnë, se si të kërkojnë leje, se si të bashkëveprojnë, se si të distancohen kur duan të lozin vetëm apo në grup. Në pedagogjin Waldorf thuhet që loja në këtë moshë është puna se si do punojnë në të ardhmen. Dhe është e vetmja liri që në atë moshë fëmijët kanë. Dhe nëse ne duam të rrisim fëmijët të lirë, ne duhet t'i lejojmë që ato të lozin të lirë, të kenë lojën e tyre të lirë. Domethënë ne ndryhyn shumë pak te loja e tyre me rregulla. Dhe ato mësojnë të jenë të lirë, sepse në atë moshë një fëmijë është komplet i varur nga neve. Ne e drejtojmë për çfarëdo lloj gjëje. Pra kjo parafërsi me natyrën, me ditën, me motin, me stinët, është e rëndësishme në programin e... Patjetër. Edhe programin që ne kemi është i përputhet me stinët. Përputhet me stinët? Patjetër. Kemi edhe festat që ne festojmë janë në përputhje me stinët, sepse është një cikël. Edhe kjo është ai ritmi që themi që është ndryshe nga rutina, se rutina është të bësh të njëjtën gjë çdo ditë, kurse ritmi ka të bëjë edhe me pjesën e natyrës. Më pas kemi dhe orën e natyrës që çdo ditë ne dalim për jashtë, të paktën një orë në ditë, ku ato vishen me rrobat e shiut, me çizme, me mushama, dhe vetëm në raste që bën një rrebesh shumë i madh nuk dalin. Kuptueshëm, po. Dhe kënaqen jashtë mase, sepse merren thash ose me bimët ose kemi rërën, pemët, tipin në pemë, kemi lulet, kërkojmë për kërmilla, pjesë natyrore shumë e rëndësishme.
jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Po në raport me rolin e prindit në gjithë këtë edukim. Atëherë, roli i prindrit për ne është thelbësor. Është gjë më e rëndësishme që ne kërkojmë. Faktikisht për ne është viti i tretë në këtë kopësht, në këtë iniciativë. Është viti i tretë në këtë kopësht unik në Durrës e në gjithë Shqipërinë. Po. Dhe fillimisht kemi pas vështirësi, se normalisht të kemi qenë në fillimet tona, nuk njihemshim, prindrit që kanë qenë janë pionjer për neve, se na kemi besuar që ditën e parë. Por kemi pasur edhe një lloj standardi, le të themi, që në intervista që kanë ardhur kemi dashur gjithmonë këtë pjesë që prindrit të jenë të përfshirë sa më shumë dhe të kemi një përputhje midis asaj çfarë ne bëjmë në kopër dhe më pas çfarë bëhet në shtëpi. Parsore për ne është mos përdorimi i telefonit, i televizorit në të moshë. Duhet të ndalësh këtu. Sa sfiduese ka qenë për ju dhe si e keni zgjidhur, sepse përdorimi i teknologjisë edhe nga fëmijët e vegjël është problemador. Çfarë po ndodh në kopshin tuaj në këtë aspekt? Atëherë ka qenë shumë sfiduese, sepse ka edhe një aspekt tjetër. Ka disa fëmijë që janë shumë empatik dhe ndikohen shumë nga telefoni dhe televizori, ka të tjerë që ndikohen pak më pak. Tek ato fëmijë që ndikohen shumë, është e dukshme. Dhe kemi folur me familjet dhe i kemi edukuar edhe ato në një farë mënyrë, i kemi drejtuar edhe ato se si është më e mira që ato fëmijët të jetë i qetë, por edhe ato të jenë të qetë. Janë gjëra praktike, të thjeshta, edhe sikur patjetër që pa telefone, pa televizor, po një masditje të dalësh më mirë bregu detit se sa të qëndrosh në shtëpi, një gjumë herët për fëmijët, sepse është 7:30, 8:30 maksimumi për fëmijët e vegjël do të jenë në krevat. Dhe prindrit kanë edhe kohë që të rinë me njëri tjetrin në darkë. Te kjo pjesë ka qenë sfiduese, shumë sfiduese, por kemi pasur rezultate shumë të mira. Kemi pasur fëmijë që dukeshin sikur ishin me ADHD, ndërkohë që thjesht nga kjo mënyrë e të bërit në kopësht, edhe në shtëpi, patjetër, janë më se normal, përkundrazi, janë shumë të fortë, shumë inteligjent, shumë emocional. Ju shikoni dallimin, ose le të themi më mirë, prindrit vetë shikojnë dallimin e fëmijëve tyre përmes kësaj pedagogjie me bashkëmoshatarët e tyre. Pra fëmijët nga kopshti Mollakuqe janë të shëruar nga përdorimi i tepërt i teknologjisë. Ne hasim përsëri sfida, sepse nuk është e thjeshtë as për prindrit, i mirë kuptojmë, se vjen një moment që ndoshta nuk ke kohë, nuk ke mundësi, mund t'ja japësh edhe telefonin apo tabletin apo mund t'i nezësh edhe televizorin, por ne nuk e këshillojmë përkundrazi, domethënë jemi komplet kundër, duke parë edhe rezultatet që kemi pasur. Kemi pasur prindër që na kanë falenderuar, kemi pasur prindër të ri që kanë parë ndryshimet e fëmijëve tek neve dhe kanë ardhur. Se shikojnë dallimin, është fëmia e një miku tim se dallon nga fëmia im në këtë aspekt apo në tjetrin dhe kanë treguar interes. Po, ju në raport me prindrit, pra keni një komunitet prindëror, keni bërë këto takime me prindër, si që bërë zakonisht, apo si funksionon? Një pjesë e rëndësishme e pedagogjisë Waldorf është komuniteti, sepse nuk është thjesht një kopësht, kopshti Mollakuqe, është një mënyrë jetese, në harmoni me qenie njerëzore dhe me natyrën. Qëllimi jonë, një ndër qëllimet, është të bashkojmë prindër që ndajnë të njëjtin vizion për rritjen e fëmijëve të tyre, por pse jo, dhe të njëjtat vlera edhe na përkrahin në çfarë ne po sjellim. Dhe kjo për ne është shumë e rëndësishme. Krijimi i një komuniteti me anë të takimeve, me anë të përfshirjes në gjërat që ne kemi nevojë, jemi në fillimet dhe
edhe pse mos jemi në fillimet, gjithmonë do kemi nevojë për përfshirjen e prindërve dhe njerëzve që kanë dëshirë të kontribuojnë në këtë mënyrë jetese ose mënyrë shkollimi që unë e them bio. Sepse edhe ushqimi që ne përdorim është shumë i mirë, është gatuhet aty është bio. Përpiqemi çdo gjë të jetë sa më bio. Edhe përpiqemi që fëmijët të mos i mbingarkojmë. Se kanë shumë stimuj të jashtëm, shumë fare. Në këtë moment historik që po kalojmë, janë shumë të ngarkuar. Janë të ngarkuar. Në raport me prindit, për këtë që ju sapo thatë, pra ju shërbeni si pikë fokale unike në Shqipëri, për pedagogjinë bio, si që ju quheni për fëmijët, por edhe pikë fokale për një komunitet prindëror i cili bashkohet dhe për çon të njëjtat vlera. Pra punonin në të dy aspektet, sepse ju duhet të ndalesha këtu, se shumica e prindërve, pa akuzuar askënd se kjo është e natyrshme, por presin nga fëmijët, te fëmijët e tyre, ata presin që t'ia delegojnë mësuesit apo edukatorit, dhe pastaj nëse nuk ka ecuri të mirë fëmia ose ka sjellje jo të mirë, gjithmonë drejton gishtin nga edukatori ose nga mësuesi, duke harruar që është vetëm një anë e medaljes, sepse prindërimi është madje edhe më i rëndësishëm se sa edukimi vetvete. Pra edukatori dhe prindi punojnë së bashku për zhvillimin mendor, edukativ, shëndetësor të fëmijës. Absolutisht, është shumë e vërtet kjo pjesë. Edhe sidomos në Kopësht, ne kemi si themi gjithmonë që ne jemi në mbështetje të familjes. Fëmia është i familjes, nuk është i Kopshtit. Ne mbështesim duke i krijuar një ambient sa më të dashur si të jetë në shtëpi. Mund të them edhe gjithmonë është sigurimi te gjyshja. Kanë të njëjtën ngrohtësi kur futen aty brenda, të njëjtën liri, por edhe drejtim, me shumë qetësi dhe me shumë dashuri. Ne sapo folëm për Kopshin Mollekuqe, por duhet të ndalesha lokacioni i Kopshit Mollekuqe. Ku ndodhet Kopshi juaj? Kopshi Mollekuqe ndodhet 10-15 minuta larg Durrësit, në rrugën e vjetër nacionale Durrës-Shijak. Mubuz rruga, sa kalon shinat e trenit dhe mullirin e Bullgarit. Në është 10 minuta nga Shijaku. Cila zonë ka? Rashbulli. Rashbulli. Si zonë ka Rashbulli. Po, dhe keni Kopësht për gjitha për çfarë ju folët. Dhe shpërgjëm rastin, flasim hapur, sepse një nga misionet tona në Durrës Live në flasim hapur është informimi, emancipimi dhe të shërbim komunitetit. Kemi këshilla për edukatorët dhe prindërit, jo të pedagogjisë suaj, sepse ju e keni unike në Shqipëri, po për kopshtet e zakonshme dhe prindërit e tjerë të cilët nuk janë prindër me fëmijë te Kopshi Mollekuqe. Çfarë këshillash do i jepni? Atëherë, është pak e vështirë t'ja japësh këshilla, sepse është specifike, prindërimi është artë më vete, themon. Absolutisht. Për ne edhe edukimi është artë. Patjetër. Për mua, personalisht, flas nga eksperienca ime, një gjë që më bën diferencën është koha, që do thotë të kesh kohë për veten tënde. Si edukator, ne nuk duhet të jemi shumë të ngarkuar. Duhet të kemi që kur të futemi në klasë të jemi totalisht prezent me fëmijët, sepse janë fëmijët vetë ato që na tregojnë çfarë kanë nevojë. Nëse ne jemi të lodhur, të ngarkuar, të stresuar, të jemi sigur që nuk do e lexojmë dot atë çfarë fëmia ka nevojë të na thotë, edhe ne të marrim nga ai që pas ta trajtojmë. E njëjta gjë edhe me prindrit. Unë kam qenë vetë në sektorin bankar, kam punuar me orë të gjata, por për një nën është shumë sfiduese të punosh në ato ritme. Po punojmë si burrat gati, ndërkohë që kemi edhe përgjegjësinë e prindërimit, sepse nënat shqiptare e kanë më shumë në shpatulla se sa meshkujt. Ndërkohë që duhet kohë edhe për këtë pjesë, që të ushqesh pjesën tënde të brendshme, artistike, të bën shumë mirë lidhja me natyrën. Pra, unë sugjeroj kohë.
kohë që të jenë të relaksuar dhe ato kohë që ta kalojnë me fëmijët, mos jetë thjesht prezencë fizike, po të jetë prezencë, të jenë aty me fëmijët, sikur edhe gjysmore, mjafton, po të jenë aty me ta, të dëgjojnë, të shikojnë, me gjithë qenien e tyre. Jo vetëm prezencë fizike. Edhe ti nuk e ke mendjen se çfarë po flet apo çfarë. Sepse shikojmë prindër cilët po ushqejnë, madje kam parë nëna që edhe ushqejnë me gjithë fëmijën ndërkohë që janë duke scroll në celular. Është bërë shumë e vështirë, është bërë nga gjithë ky rrjetet sociale dhe çdo gjë, domethënë është shumë e vështirë. Prindërimi vetë është i papërsosur për çdo. Nuk ka prindërim perfekt të përsosur. Po me sfidat e sotme, me këtë distraction, zhvendosjen e vëmendjes, është bërë shumë më vështirë. Dhe një mjet i lehtë celulari kur fëmia qan, dhe ne tashmë dim këtë, nuk kërkon thjesht ekspert i fushës që kur fëmia qan po kërkon diçka, kërkon vëmendje apo ushqim apo diçka tjetër, dependi gjithmonë i kalojnë celularin që të pushoj. Dhe ai fëmijë rritet bashkë me iPhone-in. Pra rritet iPhone 1, pastaj kur shkon 30 vjeç është ke iPhone 30. Dhe kjo është tragjike për epokën e sotme dhe realisht jeni për të përgëzuar që po ktheni një grup fëmijësh, po ktheni tek natyra, tek gjërat bazike, të prekshme, kreative dhe mbi gjitha me respekt dhe dignitet për frymën, për shpirtin e njerëzit, për integritetin e njerëzit, se kjo është mbi të gjitha ajo që çfarë ka vlerë. Absolutisht, po. Kjo është thelbi e asaj çfarë po bëjmë. Dhe një diçka tjetër, do e kisha për mamat, ka shumë zhurmë në internet, në Instagram, për pjesën e prindërimit. Çdo kush del dhe jep këshilla, se si duhen bërë gjërat. Këshilla ime është që mos të harrojmë instiktin mëmësor. Është shumë e rëndësishëm. Çdo nën e din çfarë ka nevojë fëmia e tij. E di nga brenda. Këtu unë nuk mund të komentoj dot, por ju lutem vazhdoni. Realisht, çdo nën e din brenda se çfarë ka nevojë fëmia e tij në atë moment. Dhe nuk duhet të ngjojmë shumë. Okej, marrim informacion, po jo të bëjmë eksaktësisht se çfarë bëjnë të tjerët, sepse secili fëmijë është unik, secila nënë është unike dhe i ka aftësitë e veta brenda. Dhe raporti midis të dyve, fëmijës dhe nënës, është sërish unike. Ndaj kushtoj që jep këshill caktuar, po jep për fëmijën e tij, e saj në këtë rast. Ne bëjmë shumë, ne kemi njohuri. Po. Shumë të thella. Po. Dhe bëjmë shumë kujdes kur japim këshilla. Dhe më shumë japim këshilla që nëna të kthehet te vetja saj dhe të jetë e hapur dhe të dëgjojë, sesa këshilla specifike për fëmijën. Po në raport me leximin, përfshin fëmijët në kopshte mëllakuqe me lexime, me tregime, me prava? Ne kemi disa libra që u lexojmë në kohën e gjumit ose në momente qetësie. Por preferojmë të tregojmë pralla sepse është imagjinata që forcohet në ato momente, dhe ja tregojmë ose ja mimojmë me kuklla. Me kuklla. Po. Dhe ideja është që japim për shembull për 4 javë të njëjtën prallë. Po. Dhe ato vazhdojnë të kenë interes edhe mas 4 javësh dhe mësojnë vetë. Të njëjtën gjë edhe me këngët apo me vjershat. Ne nuk mësojmë, ne i këndojmë gjithë bashkë me veprime, dhe ato i mësojnë dhe i këndojnë. Por nuk kemi program që ulemi mësojmë vjershën ose... Pra ju mësoni të gjithë bashkë? Po. Ju këndoni të gjithë bashkë? Ne këndojmë të gjithë bashkë. Dhe rriteni të gjithë bashkë? Ne jemi një grup. Një grup shumë i bukur, fëmijësh, dhe kjo është për të cekur si bisedë që çdo fëmijë që hyn tek ne dhe çdo familje, ne kujdesemi që mos të sënohet grupi. Dhe sa herë që vjen një familje e re, themi okay, po për ne është shumë e rëndësishme që mos të prishen ekuilibrat. Prandaj edhe këshilla nëse japim
pretendojmë që të dëgjohen, sepse nuk është se është vetëm një fëmijë. Jemi të gjithë neve që impaktohemi nga mos bërja e një këshille që ne kemi dhënë. Dhe do na vinte shumë keq, jemi shumë protektiv ndaj grupit tonë. Ju përgëzojmë për punën shkëlqyer që bëni dhe realisht ka misione fisnike. Edukimi e përmend gjithmonë është një mision fisnik, por edukimi ndaj fëmijëve të grup moshës deri në 7 vjeç, ku hidhen hapat e parë të jetës, është misioni më fisnik që mund të ekzistojë. Dhe për këtë arsye, për gjithë angazhimin dhe suksesin tuaj, dhe për këtë shembull unik në gjithë Shqipërinë që ju jepni, ju përgëzojmë dhe ju urojmë suksese edhe sa më shumë fëmijë dhe prindër të ngjesohen për të njohur me kopshtin Mollakuqi. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishim flasim hapur zonja Huqi. Ne u takofshim në episode të tjera. Shumë faleminderit, zoti Bledar. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.